filloj mirë në pakun aspektin deklarativ, duke shpallur vitin 2019 si vit të zhvillimit ekonomik, me një dialog pak më të theksuar me asociacionet e biznesit, po edhe me vizitat e kompanitë private, dhe ishte një sinjal goxha pozitiv për zhvillimet cilat do të mund të na presnin përgjatë tërë vitit 2019 në aspekt të inkurajimit edhe të investimeve të brendshme, po edhe tërheqjes së investimeve të jashtme. Fatkeqësisht zhvillimet politike në gjysmën e vitit realisht dëshmuan të kundërtën, dhe ja ku jemi në fund fare të vitit 2019 me shumë pak rezultate përmes të pa rezultate fare, sidomos në aspektin e tërheqjes së investimeve të huaja direkte. Norma e rritjes, kjo e prezantuar nga ana e Bankës Qendrore të Kosovës, është pikërisht ajo e cila është parashikuar në fund të vitit 2018, në fillim të vitit 2019, dhe jo vetëm nga ana e institucioneve tona vendore, po edhe nga ana e institucioneve ndërkombëtare. Besoj është vlerë reale, tregon kapacitetet e ekonomisë tonë në përgjithësi në rand parë të sektorit privat, si gjeneruesi zhvillimit ekonomik. Fatkeqësisht nuk është e mjaftueshme as për të krijuar vende të reja të punës, as për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të vendit, as për të përmirësuar edhe mirëqenien e qytetarëve të vendit. Fatmirësisht, Kosova ka potenciale të mëdha të cilat mund të tërheqin investimet e huaja direkte, po fatkeqësisht këto potenciale nuk arrim t'i promovojmë si duhet para investitorëve të huaj, ose shpesh rrëmbesin hije për shkak të problemeve të tjera cilat e karakterizojnë vendin, siç është sundimi i dobët i ligjit, zbatueshmëria e dobët të kontratave, perceptimi i lartë për korrupsionin. Kosova, pavarësisht faktit që nuk ka pasur zhvillime negative në aspektin e të bërit biznes, pakun nuk ka arritur që ta mbaj trendin e reformave të cilat janë iniciuar nga viti 2013, që beson në 4-5 vitet e fundit na kanë mundësuar që të kemi një rangim goxha të mirë. Ta rikujtojmë në vitin 2017, ose më konkretisht në raportin e Bankës Botërore të vitit 2018, ne jemi ranguar në vendin e 40 atëherë, edhe ajo që ishte më e veçantë ishte që ishim në mes të 10 shteteve më reformuese në aspektin global, që do të thonë mban botës, derisa një vit më vonë në raportin e Bankës Botërore të vitit 2019 ne u ranguam për 4 pozita më keq, ndërsa në raportin e Bankës Botërore për vitin 2020, që publikuar para 2-3 muajsh, ne u ranguam edhe për 13 pozita më poshtë, që do të thotë në total diku për 2 vitet e fundit pozita jonë është përkeqësuar për 17 vende, nga vendi 40 në vendin e 57. Ajo çfarë është ndoshta për keqardhje sërish është që nuk janë marrë parasysh as stilet e odës amerikane, as të asociacioneve të tjera të biznesit, në njësër qëndrimesh cilat ne i kemi pasur edhe gjatë vitit 2019, edhe paraprakisht. Vazhdimisht kemi shprehur shqetësimin ton për ndalimin e procesit të reformave, duke parashikuar në një farë mënyrë që ne do të vimë në këtë pozitë ku rangimi ynë nuk do të jetë shumë i kënaqshëm. Është për keqardhje, për shkak se pikërisht në kohën kur ne kemi pasur nevojë ta materializojmë këtë arritur ton të jashtëzakonshme para 2 viteve në raportin e Bankës Botërore, me rritje të vlerës së investimeve të huaja direkte, ne pikërisht kemi stagnuar edhe kemi dalë me rezultate negative. Deklarativisht ekziston gjithmonë një vlerësim pozitiv për rekomandimet që edhe ne në odën amerikane dhe të tjera të asociacionet biznesit i japin edhe i propozojnë para qeverisë, qoftë në Këshillin Kombëtar të Zhvillimit Ekonomik, edhe pse për hir të vërtetës ky këshill është mbledhur goxha rrallë në 2 vitet e fundit, po edhe në mekanizma edhe në për forume të tjera ku paraqitet mundësia e dialogimit me sektorin publik. Ajo çfarë ndodh në realitet, pastaj është pak më ndryshe, ka vënesa në konkretizimin e këtyre rekomandimeve dhe në shtyrjen përpara të këtyre propozimeve. Për sa i përket kërkesës asociacioneve të biznesit dhe të odës amerikane që nga viti 2016 e tutje për themelimin e një gjykate të veçantë e cila do të trajtonte kontestet e natyrës komerciale. Pra që të kemi një gjykatë të veçantë
komerciale, e cila do të mund të funksiononte brenda kapaciteteve më të mëdha krahasuar me ato ekzistuese në kuadrët e gjykatës themelore, e cila do të jepte edhe prioritet, po natyrisht edhe do të kishte profesionalizëm më të madh në trajtimin e rasteve ose të kontesteve të natyrës komerciale. Shpresa në këtë aspekt është që ka pasur një mbështetje edhe nga ana e partive politike gjatë fushatës së fundit zgjedhore, pra ka pas një referencë në aspektin pozitiv për sa i përket themelimit të gjykatës komerciale dhe ne shpresojmë që njëjta frym të vazhdoj edhe pas krijimit të qeverisë së re. Edhe shpresojmë që aty ku ka mbet me atë koncept dokument të finalizuar të vazhdohet më tutje edhe të jetë njëri prej prioriteteve kryesore të qeverisë që nga dita e parë. Ju bët fare e shumë mirë që ju referuat fare në fillim kushtetutës vendit, me qenë se ajo parasheh një ekonomi të tregut me konkurrencë të lirë, ashtu si thuhet në dispozitat e kushtetutës, është detyrë e gjitha institucioneve të vendit që të funksionalizojnë edhe të vënë, të implementojnë këto dispozita kushtetuese edhe të funksionalizojnë një ekonomi të tregut. Madje edhe përgjatë viteve të kaluara ka qenë shqetësim i odës amerikane që ne nuk shohim ekonomi plotësisht funksionale të tregut në të gjitha fushat ekonomike të vendit, ende ka edhe shqetësime për monopolin në disa fushat caktuara në cilat të njëjtat nuk duhet të ekzistojnë, e mos flasim ndoshta për një degradim të mundshëm për shkak se kjo bën pjesë në politikat programore të njërës apo partisë tjetër. Megjithatë, deri në krim të qeverisë së re, besoj që është ende herët, është situatë hipotetike për cilin ndoshta nuk ja vlen që të flasim në këtë moment. Edhe ne në odën amerikane, besoj edhe kolegët tjerë nga asociacionet e biznesit do të jemi të gatshëm që të kërkojmë në mënyrë rigoroze zbatimin e dispozitave kushtetuese për ekonomi të tregut. Çfarë do veprimi tjetër do të çonte sinjalin jo të dur tek investitorët e huaj. E përmendëm fare në fillim që këta janë ata për cilët ne kemi nevojë jashtëzakonisht të madhe dhe shpresoj që nuk do të ndodhë. Po megjithatë ne do të vazhdojmë si them avokimin ton edhe me anëtarët e kuvendit të Kosovës që çfarëdo iniciative për të siguruar që çfarëdo iniciative e qeverisë do të jetë në përputhje me kushtetutën, me orientimin e vendit për një ekonomi të tregut me konkurrencë lirë, me kërkesat e asociacioneve të biznesit, edhe për një zhvillim ekonomik i cili bazohet në sektorin privat. Nuk besoj që as institucionet publike kanë kapacitetet e nevojshme njerëzore, profesionale për ta bërë vendin që të lëviz nga ky sistem aktual në një sistem të centralizuar siç po e quani ju. Për sa i përket idesë për fonde të ndryshme zhvillimore, çfarë mund të them është që Kosova ka një sektor bankar goxha të shëndosh edhe çfarëdo implikimi i mundshëm nga ndonjë iniciativë re e cila do ta prishte këtë aspekt të shëndosh të sektorit aktual bankar, natyrisht do të cenonte tërë sistemin financiar të Republikës së Kosovës, edhe besoj që nuk është asnjë interes, nuk do të ishte asnjë interes qeverisë, asnjë interes të aktorëve të tjerë, kushdo që do të mbështeste ose do të shtynte një ide të tillë përpara. Mbetet shqetësim qasja në financa për një pjesë të madhe të bizneseve, mirë aq më tepër për ndërmarrësit e ri, për startupet për cilat ne edhe partnerët e tjerë nga viti në vit si them bëjmë çmos që të inkurajojmë të rinjt që të shohin perspektivën e tyre brenda sektorit privat, tek ndërmarrësia private, për këtë segment të ndërmarrësve besoj që burimet alternative të financimit do të ishin të domosdoshme. Në këtë aspekt ne në odën amerikane kemi dhënë rekomandime edhe për hartimin e bazës ligjore, edhe për investitorët të NGO, edhe për format e tjera të investimit nga burime jo tradicionale ose burime të tjera alternative, cilat do të vijeshin në mbështetje të këtyre ndërmarrësve të ri.